Për një javë janë shënuar 2032 raste të reja me grip. Kështu bëjnë me dije nga Instituti për Shëndet Publik. Megjithatë, siç thonë ata, ky numër është për 11.2% më i ulët se një javë më herët. Por krahasuar me një vit më parë në të njëjtën periudhë, si vjet ka më shumë raste të paraqitura me grip. Krahasuar me të njëjtën javë të sezonit të kaluar, numri i personave të prekur është rritur me 46%, ndërsa krahasuar me mesataren e 15 sezoneve të fundit është ulur me 6.9%. Incidenca është mbi pragun për aktivitet të mesëm. Më shumë të sëmurë sipas ISHP-s janë të moshës nga 15 deri 64 vjeç, kurse incidenca më e lartë është regjistruar tek fëmijët deri në 4 vjet. Sa i përket moshës, 1274 persona kanë qenë të moshës 15-64 vjet. Gjithsej, 279 ishin fëmijë të moshës deri në 4 vjet, 266 të moshës mbi 65 vjet, kurse 243 ishin fëmijë të moshës 5 deri në 14 vjet. Numri më i madh i rasteve me grip është evidentuar në Shkup, Tetov, Ohër, Manastir dhe Kumanov, ndërsa aktivitet shumë të lartë të gripit sipas ISHP-s është vërejtur në Dibër, Ohër, Shën Nikoll dhe Kavadar, që nga fillimi i sezonit janë regjistruar gjithsej 8209 raste me grip, që është 2 fishi më shumë se vjet, si dhe janë shënuar 3 raste të vdekjes. Të vaksinuar nga gripi deri më tani janë 79.078 persona.